Mjeku çudit botën, nëse hani djathët çdo ditë, ja çfarë i ndodh zemrës suaj. Djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet në masën e duhur, ai mund të kontribuojë në shëndetin dhe në trupin e njeriut në mënyra të ndryshme. Kjo është arsyeja pse djathi që gjendet në tryezën tonë të drekës mund të shtohet vazhdimisht brenda rekomandimeve të ekspertëve në sasinë e duhur për të marrë përfitimet e tij dhe për të parandaluar gjithashtu një sër komplikacionesh. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Ekspertët thonë se djathi do të ofrojë vitamina të rëndësishme për organizmin, siç është vitamina B12. Vitamina B12, e cila përndryshe mund të gjendet në organizmin tuaj, mund të çlirojë gjithashtu edhe lodhje dhe dobësi, të përmirësojë përqendrueshmërinë e përgjithshme të trupit të njeriut dhe ta bëjë atë më rezistent ndaj vështirësive të ndryshme. Gjithashtu, ajo mund të shoqërojë humorin e mirë si dhe të mbështesë sisteme të ndryshme imunitare. Të lehtësojë gjithashtu edhe simptomat e depresionit, të qetësojë ankthin dhe së fundmi është përgjegjës për prodhimin e qelizave të trupit, duke kontribuar në një pamje më të mirë dhe më rinore. Vitamina B12 gjendet te djathi dhe mund të merret gjithashtu nëse e shtoni atë në sasinë e duhur në dietën tuaj. Djathi është një produkt fantastik që mund të luajë një rol pozitiv edhe për shëndetin e zemrës. Sipas studimeve të botuara në American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit mund të shoqërohet gjithashtu me një risk më të ulët për afro 3% të goditjeve në tru, duke e përkthyer atë kështu në një nga elementët më të mirë ushqyes në rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht me moderim, mund të shoqërohet gjithashtu me një risk më të ulët të problemit të sëmundjeve kardiovaskulare, si rrjedhoj me jetëgjatësi, për rezultate më të mira në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Përfshirja e djathit në dietën tuaj do të ofrojë një dobi më të mirë për shëndetin e zemrës dhe do të mbajë larg komplikacionet e tij. Sigurisht, djathi duhet të konsumohet në sasinë e moderuar çdo ditë në mënyrë që përfitimet e tij në organizëm të jenë të plota dhe pa ndikuar negativisht në shëndetin tuaj. Shtimi i djathit në menunët tuaj ditore do të ofrojë një mbrojtje më të mirë për sistemin tretës. Bakteriet që gjenden te djathi janë të dobishme për shëndetin e trupit. Konsumi i djathit rregullisht mund të rregullojë mikroflorën dhe përqendrimin e bakterieve të mira në zorrët tuaja, të cilat nga ana tjetër mund të përmirësojnë tretjen dhe metabolizmin. Djathi është i pasur me nivele shumë të mira të kalciumit. Djathi përmban 280 deri në 450 mg kalcium për çdo 100 gram. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit arrin gjithashtu dëndësinë kockore dhe kontribon kundër problemeve të osteoporozës. Për më tepër, kërkime shkencore kanë treguar se kalciumi mund të parandalojë gjithashtu shtimin në peshë, pasi nxitet djegjen e yndyrnave dhe parandalon akumulimin e saj. Shtimi i djathit në dietën tuaj do të ofrojë proteina cilësore shumë të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore dhe jo vetëm. Përfshirja e djathit do të kontribuojë në proteina të mira në aktivizimin e metabolizmit, gjithashtu edhe në ndërtimin e masës tuaj muskulare, si dhe kontributin më të mirë në shëndetin e trupit, duke djegur sasinë e tepërt të dhiamit dhe duke ofruar një mbrojtje më të mirë shëndetësore për ju. Shtimi i djathit të bardhë në dietën tuaj do të përkthehet në një element të fuqishëm në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Për sa kohë ju e konsumoni atë në sasinë e moderuar, përfitimet që do të merrni janë vërtet fantastike. Ka shumë mundësi të bëni zgjedhjen e duhur kur bëhet fjala për konsumin e djathit, për të parë edhe përfitimet që i ofron trupit dhe për të parandaluar gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Djathi është një nga burimet më të mira të lëndëve ushqyese. Ai është një burim shumë i mirë i kalciumit, yndyrnave dhe proteinave të rëndësishme.
Gjithashtu ai përmban sasi të mira të vitaminës B12 së bashku me elementet e mirë të zinkut, fosforit dhe riboflavinës. Djathi mund të mbrojë dhëmbët, gjithashtu edhe shëndetin tuaj të nyjeve. Sipas të dhënave ku bazohemi sipas Healthline, djathi dhe nën produktet e qumshtit në përgjithësi mund të ofrojnë gjithashtu mbrojtje më të mirë për shëndetin e dhëmbëve dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre nga dëmtimi. Djathi është një burim i mirë i acidi lineolik të konjuguar. Drithrat dhe yndyrnat që gjenden gjithashtu edhe tek djathi mund të ofrojnë një kombinim të mirë të ushqyesve që mund të mbrojnë shëndetin tuaj dhe të parandalojnë komplikacionet e tij. Drithrat në kombinim me djathin mund të jenë një përzgjedhje e mirë. Djathi është një produkt fantastik edhe në mbështetjen e shëndetit të zemrës. Sipas ullontimeve, produktet e fermentuara të qumshtit si kosi dhe djathi kanë efekte pozitive në shëndetin kardiovaskular. Ato do të sigurojnë gjithashtu lëndë ushqyese me veti të mira antiinflamatore. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara vetëm nëse konsumohet në sasi të tepërt, gjithashtu i kombinuar edhe me produkte të tjera ushqyese që janë të pasura me yndyrë të rëndë. Vetëm në këtë mënyrë ai do të ndikojë negativisht në shëndetin tuaj. Për sa kohë djathin e konsumoni në sasinë e rekomanduar, rreth 40 gram djath të bardhë çdo ditë, do të merrni përfitime. Është e rëndësishme mënyra se si e konsumoni për të evituar gjithashtu edhe problemet që mund t'i kanosen shëndetit tuaj. Konsumi i tepërt i djathit nuk i sjell të mira shëndetit ton pavarësisht proteinave dhe elementeve ushqyes të shumtë që ai ka. Për shkak të sasive të larta të kalorive, yndyrnave dhe kriprave, djathi nuk rekomandohet që të tejkalon sasinë e konsumuar brenda ditës. Vetëm në këtë mënyrë përfitimet që i ofroni shëndetit do ta bëjnë atë në një prej produkteve më fantastike në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Shtimi i djathit në menunën tuaj ditore do të përkthehet në një element të mirë ushqyes. Për sa kohë nuk e teproni me konsumin e tij dhe gjithashtu e konsumoni gjithmonë në sasinë e rekomanduar ditore. Rreth 40 gram djath të bardhë çdo ditë është më se e mjaftueshme për të marrë përfitimet dhe për të parandaluar edhe komplikacionet që i kanosen shëndetit. Djathi është një përzgjedhje shumë e mirë për shëndetin e zemrës. Disa lloje të djathrave janë të mira për funksionin e zemrës. Siç e përmendëm më herët, trupi ka nevojë për pak yndyrë të mirë për të mbajtur forcën në procesin e funksioneve të duhura. Për më tepër, djathi përmban nivele shumë të mira të kaliumit, fosforit dhe magnezit, të cilat janë në kombinime fituese për sistemin tuaj kardiovaskular. Megjithatë, moderimi është çelësi për përdorimin e djathit si një ushqim i dobishëm për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Djathi është një produkt fantastik që përmban edhe vitamina esenciale. Llojet e ndryshme të djathit përmbajnë vitamina të shumta përfshirë vitaminën A, B2, B6, B12, gjithashtu edhe vitaminat K. Gjithashtu vitamina A ndihmon në forcimet më të mira të sistemit imunitar, vitamina B2 ndihmon në mbarvajtjen e shëndetit të lëkurës, syve dhe sistemin nervor, dhe vitamina B6 ndihmon në formimin e hemoglobinës. Djathi do të ofrojë një menaxhim më të mirë kundër problemeve të osteoporozës. Edhe pse konsiderohet si një nga problemet që vjen me moshën, kjo sëmundje gjithmonë është një rrezik serioz për shëndetin dhe njerëzit në të gjitha grupmoshat e ndryshme. Por djathi është një përzgjedhje shumë e mirë ushqyese që mund të shtohet fare lehtë në menunën tuaj ditore. Kështu, përfitimet që do të keni prej tij në shëndetin e nyjeve do ta bëjnë atë në një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese të dobishme për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Sigurohuni të konsumoni djath natyral pa përmbajtje të nisështeve, kryesisht edhe djathin e bardhë të bërë vetë në shtëpi, në mënyrë që të merrni përfitimet e tij unike dhe gjithashtu të mos shkaktoni efekte anësore në organizmin tuaj. Për sa kohë djathi konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore, vlerat do të jenë të mëdha. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.